Plas sheri i rend Benita masakron Elionën, po përdor tragjedin familjare për lojë. Shtëpia e Big Brother VIP Kosova është përfshirë nga një debat i ashpër që ka kaluar në sulme personale. Benita, në një bisedë të hapur me Labin, ka lëshuar akuza të forta ndaj Elionës, duke vënë në shënjestër strategjinë e saj të lojës dhe historinë e ndjeshme personale. Benita nuk ka kursyer fjalorin e rënd, teksa komentonte qëndrimin e Elionës në spektaklin e fundit. Sipas saj, rivalja e saj nuk arriti të përballonte presionin, duke cilësuar performancën e saj me një fjalor mjaft degradues. Ajo mbeti si mut në prajm, u shpreh Benita, duke lënë të kuptohet se Eliona ishte pafuqishme përballë debateve live. Akuzat për kartën e viktimës. Ajo që ka ngjallur më shumë diskutim është pretendimi i Benitës se Eliona po përdor dhimbjen e saj familjare për të fituar simpati. Benita pretendon se Eliona po e kthen tragjedinë e saj në një mjet për të qëndruar në lojë. Ajo u shpreh e bindur se kjo mënyrë sjelljeje nuk do ta shpëtojë Elionën, duke paralajmëruar se shumë shpejt ajo do të eliminohet nga shtëpia. Ky sulm i Benitës po shihet si një lëvizje e rrezikshme, pasi prekja e temave të rënda familjare shpesh kthehet në bumerang për banorët që i përdorin si argumente gjatë shereve. Tashmë mbetet për tu parë se si do të reagojë Eliona kur t'i bëhen me dije këto komente të rënda.